الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sot do flasim për një prej shtyllave të Islamit. Me mirësinë me suksesin Allahu xhallahu ala kemi fol për kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Gjithashtu për çështjet e rëndësishme që duhet i di çdo musliman e muslimane që do pyetet për to në varr. Pra se kush është i adhuruari yt, kush është feja jote dhe kush është i dërguari yt, që janë pyetjet e varrit. Dhe për këto tre pyetje flet libri i shehut Muhammed Abdul Wahhabit, Allah më shoft, tri bazat, tri parime. Normal aty gjithashtu shehu ka thënë që të njifet ta njohësh Allahun, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Islamin me argumente. Gjithashtu, pra, pasi ka shpjeguar kuptimin e la ilaha illallah, kuptimin e Islamit, ka përmend shtyllat e Islamit. Por sa ajo që po përpiqemi të bëjmë, me ndihmën e Allahut xhallahu ala, është që ju të keni pra njohuri dhe dituri më të detajuar rreth shtyllave të Islamit. Pra, kemi fol për agjërimin, kemi fol për zakatin para Ramazanit, dhe me lenë Allah me ndihmën e tij tani do flasim për haxhin. Normal, te haxhi do flitet edhe rreth umrës. Fillimisht, pra ajo që kam qejf dhe dëshiroj që ju dini është historiku i ndërtimit të Qabës. Se si është ndërtuar Qabja, se kush e ka ndërtuar Qabën, këta pejgamber që e ka ndërtuar alayhimus salatu wassalam, çfarë duaje kanë bë? Për çfarë ka urdhëruar Allahu xhallahu ala që t'i ftojë dhe t'i thrasë njerëzit pra për çështjen e haxhit që është një prej shtyllave të Islamit. Pra, flasim fillimisht pak rreth saj. Pejgamberët ose disa prej pejgamberëve që na ka lajmëruar në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam, që kanë kryer haxh. Pra, që të keni njohuri pak më shumë se sa pra të përmendim rregullat, fillojmë me këshillat para haxhit e tjera me radhë. Ato do fillojmë pak më mbrapa. Prandaj fillojmë pak me historikun e ndërtimit të Qabës. Transmeton Imam Buhari rahimahullah tek libri i saktë i tij hadithet me numër 3364 dhe 3365. Unë jam duke u lexuar nga shkurtimi i Sahihut Imam Buharit Sheikh Albani. Pra, hadith që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fillon fillimisht pra me se cila është gruaja e parë që ka përdorur korsen, që është nona Ismailit, që ka pas emrin Hajar. Pra Ibrahim alayhis salatu wassalam ka pas gruan e tij Sarën, nga ajo ka lind Ishaku alayhis salatu wassalam. Gjithashtu ka pas grua robëresh dhe grua Hajar, që nga ajo ka lind Ismaili alayhis salatu wassalam. Qartë, nga Ishaku ka ardhur Jakubi dhe ndryshe quhet Israil, që themi Beni Israil. Nga Jakubi ka ardhur Jusufi alayhimus salatu wassalam. Prandaj Jusufi është i biri i Jakubit, i biri i Ishakut, i biri i Ibrahimit alayhimus salatu wassalam. Nga ana Ismailit alayhis salatu wassalam nuk ka ardhur pejgamber përveç pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj po kalojmë direkte pra pa ju sepse do shpjegime se çka ka ndodhur. Thot, pra kur Ibrahimi alayhis salatu wassalam doli thot me nonën e Ismailit dhe me djalin e saj Ismailin alayhis salatu wassalam, dhe ajo i jepte atij gjë derisa erdhën dhe arritën Mekë. I vendosi ato tek shtëpia, tek Qabja. Thot Sheikh Albani këtu, pra tek vendi ku do ndërtohej Qabja, sepse Qabja akoma nuk ishte ndërtuar. Thot, pra tek një pemë e madhe aty mbi Zemzem, pra larg xhamis, gjitha këto akoma nuk ishin. As xhamia s'ishte ndërtuar, as Zemzemi kishte buru. Do ta ngjoni pra historinë. Tek Buhari ju thash. Dhe në Mekë ditë në atë kohë nuk ishte askush. Nuk ishte në të ujë, i vendosi atje dhe vendosi tek ajo një enë pra lëkure, kishte në të ose një tras lëkure me thonë, kishte në të hurma
dhe kishte ujë. Nëna Ismailit pinte prej ujit që i la Ibrahimi alayhis salatu wassalam dhe si pasojë ushqente fëmijën e saj me gji. Ismailin alayhis salatu wassalam. Pastaj thot Ibrahimi ktheu shpinën për t'u kthyer, për t'u larguar. Nona Ismailit e pasoi nga mbrapa derisa arriti thot filan vend. E thiri nga mbrapa duke i thënë: "O Ibrahim, ku po shkon? Apo na le ne te kjo lugin që s'ka këtu asnjëri, s'ka asgjë." Pra këtu ku po na le, tu ka asnjëri, s'ka asgjë këtu. Thot, e përsëriti këtë gjë kush e di sa herë, dhe ai nuk kthehesh nga ajo. Derisa në një transmetim i thot, ku po na le? I tha tek Allahu xhallahu ala. I tha, Allahu të ka urdhëruar me këtë gjë? A Allahu të ka urdhëruar me këtë gjë? I tha po. Atëherë ngjëni çfarë fjalësh ka thënë? Thot, atëherë ai nuk do na humbin. Pra përderisa Allahu xhallahu ala të ka urdhëruar që ti ta bësh të veprim, ne nuk kemi me humb. Thot, pastaj u kthye dhe Ibrahimi thot, u largua derisa ishte një theni, një kodër, një vend i ngritur ku nuk e shihshin. Ai u drejtua nga Qabja, prap thot vendi ku drejtohej Qabja, thot Sheikh Albani. Pastaj bëri dua me këto fjalë dhe ngriti duart e tij duke thënë: Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Pra ajeti surës Ibrahim. Pra t'ju lexoj pak se çfarë duaje ka bëu Ibrahimi alayhis salatu wassalam dhe cili është kuptimi i këtyre ajeteve. Pra ajetet janë te sura Ibrahim. O Zoti ynë, unë pra lash që t'jetojnë prej pasazhve të mi në një lugin ku nuk ka në të, pra lugin e pa kultivuar, lugin e shkret. Inde bejtik el muharram, pra aty ku është haremi, ku është shtëpia jote, Qabja. Thot Sheikh Sadi Allahu më shiroft, kjo sa i shkoi me Haxherën, me nonën e Ismailit dhe me djalin e saj Ismailin alayhis salatu wassalam, kur ai ishte, pra duke pirë, ishte akoma, ajo ishte në gjithëdhënie, jepte nëna vet e mbante me gji. Thot prej Shamit derisa e vendosin Mekë. Në atë kohë s'kishte aty as dikush që banonte, as kush nuk ishte aty, s'kishte kush përgjigjej. Momenti që e vendosi, ju lut Zotit ti me këtë dua. Pra ju përgjërua ati, duke ju mbështetur Zotit ti, pra o Zot, unë lash që të banojnë këtu një pjesë për pasazhet mi, jo të gjithë pasazhet e mi, sepse Ishaku ishte në Sham, dhe djemt ishin atje. Pra ai la që tjetoj dhe të qëndrojnë Mekë Ismailin dhe pasazhet e tij. Biwadin ghayri dhi zar', pra në lugin ku nuk e pa kultivuar, e shkret, nuk ka bim. Thot Sheikh Sadi Allahu më shiroft, pra sepse toka e Mekës nuk është tokë që ti mund mbjellësh të, pra drithra e tjera më radh. Thot Rabbana li yuqimu s-salah, o Zoti ynë që ta krye namazin siç duhet. Pra o Allah, bëj ata muahidin, pra të veçojnë ty me adhurim, gjitha adhurimet ti drejtojnë, ti dedikojnë, ti kushtojnë ty. Pra muahidin që ta krye namazin ashtu siç duhet, pra me kushtet, me shtyllat, me obligimet, me përqëndrimet të jam radh, sepse falja namazit ashtu siç duhet është nga më të mirat adhurimet që pra fetare. Ai që kujdeset për namazin e tij, ai thot edhe për fenë e tij kujdeset e ka fenë e tij të fortë. Prandaj shihni fjalët që kanë ardhur, hadithet që kanë ardhur, sidomos nga fjala Umerit radhiyallahu an, që i lënte porosi shumë vartës vet, duke i thënë që çështja më e rëndësishme juaja tek unë është namazi. Ai që e ruan atë dhe të tjerat i ruan. Dhe ai që humb namazin, edhe të tjerat do t'i humbi. Gjithashtu shihni këtë kjo, ajo që kam thënë shpesh që shumë prej selefëve kur donin të merrin dijet e dikush, çfarë shifshin ai që kur merrshin dije? Shifshin namazin. Pra shkonin dhe e shihnin se si falej. Nëse ai namazin e kryej ashtu siç duhet, uleshin dhe merrshin dije tek ai. Nëse shifshin që ai namazin nuk e kryen ashtu siç duhet, atëherë nuk merrshin dije tek ai. Dhe ju thash, po të vishin në xhami ti si shefar, ja kam thënë herë tjetër. Po nëse të vinë në xhami se shohin fare, atë që jep dije se shohin në xhami, çfarë mendon që do bënin? Pastaj thot, boju Allah zemra prej njerëzve që tanojnë dhe ti duan. Pra ti duan. Duan Ismailin alayhis salatu wassalam,
nënën, e tjerë, dhe gjithashtu ta duan këtë vend. Ta duan këtë vend që jetojnë të, dhe Allahu ju përgjigj duas. Pra mani mend, sepse besimtari, kujt e ka bëu Allahu mundësi ta vizitojë, të bëj haxhin, të kryej umrën, ai që s'ka pas mundësi, lut Allahun t'ia lehtësoj që të bëj haxhin dhe umrën, do ta shohë që siç do vinë fjalët e dietarëve në komentin e këtyre ajeteve, e shef që besimtari nuk ngopet ndonjëherë tek nga ai vend. Gjithmonë sa largohet ka mall për atë vend. Është i përmallu për atë vend. Që ta kuptoni që nga vjen kjo, nga buron kjo. Pra ky malli kaq i madh, kjo dëshira kaq e madh, kjo me kuptimin e mirë fjalë që s'ngopesh asnjëherë atje, nga duaja Pra gjë si thot shehu, thot ju përgjigj Allahu duas Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Nxorri nga pasardhësit e Ismailit njeriu më të mirë, po thamun, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i ftoi pasardhësit, pra Ismail, në fen islame, te mileti i babait tyre Ibrahimit alayhis salatu wassalam, dhe ata ju përgjigjen, u bën për atyre që e kryen namazin ashtu siç duhet, dhe i bëri farz Allahu haxhin në këtë Qabe, ku ka jetuar ai dhe pasardhësit e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Gjojeni, dhe ka bërë në të një sekret habitshëm dhe çuditshëm që tërheq zemrat. Thot shkojnë për haxh atje dhe asnjëherë nuk ngopen. Duan gjithmonë që të shkojnë atje. Sa më shumë shkojnë atje, aq më shumë shtohet malli, aq më shumë shtohet dashuria për atë vend. Dhe ky sekret vjen nga që Allahu xhallahu ala ja ka pashkangjitur atë vend, atë shtëpi vetes tij. Pra, inde bejtika al-muharram, tek shtëpia jote që është haram. Në jetë tjetër tahir bejti lit-taifin, pastrohe shtëpinë time për ata që bëjnë tawaf. Pra Allahu ja ka bashkangjit Qabën të ndërtesë kujt? Vetes vetë xheloan. Prandaj thot këtu është ai sekreti i habitshëm. Pastaj bën dua alayhi salatu wassalam, warzuqhum min ath-thamarat, pra Allah furnizoi për frutave, për ushqimeve që ata të falenderojnë. Allahu ju përgjigj duas tij. Thot vinë Mekë frutat dhe bimët nga të gjitha anët. Ti shef të kjo Mekë e nderuar në çdo kohë, fruta nga të gjitha anët, vjen risku thot nga të gjitha anët. Megjithëse ai si vend, aty nuk bimët. Qartë? Kjo pra është duaja që bën Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Kurse Imam Ibn Kathir rahimahullah thot te tefsiri këtij ajeti, pra kjo dua e Ibrahimit që është ajet, ju thash ajet Kuranit te sura Ibrahim, thot pra bëj zemra prej njerëzve që tanojnë dhe ti duan. Ka thënë Ibn Abbasi, Mujahid, Said ibn Jubair, sikur të kishte thënë zemrat e njerëzve, do ishin mbledh atje persët, romakët, jehudët, nesarët, gjithë njerëzit, por se ka thënë zemra prej njerëzve. Thot dhe është e veçantë vetëm për muslimanët. Vetëm për muslimanët. Thot warzuqhum min ath-thamarat, furnizoi për frutave, pra thot që të jetë kjo ndihmë për ata që të bindën ty o Allah. Thot pra në një këtë lugin ku nuk ka bim, pra të pa kultivuar e shkret, pra bëj për ta fruta që të hanë, të shehen dhe ju është përgjigj Allahu thot kësaj gjëje, përmend ajetin e surës Qasas, kjo është prej mirësisë, bujarisë Allahut, mëshirës tij, bereqetit tij, se nuk ka thot në Beledul Haram Mekë, thot fruta që personi të haj, ndërkohë që vinë frutat nga të gjitha anët. Allahu ju shpërgjigj duas Khalilit tij Ibrahimit, Khalil kemi thënë, pra grada më e lartë e dashurisë alayhi salatu wassalam. Vazhdojmë hadithin, pra mbasi bëri këtë dua, e kupton se çfarë duaje bëni Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Pastaj thot, vazhdoi nëna e Ismailit duke i dhënë gjë Ismailit, pinte prej ujit dhe pra kur pinte ujë bëheshe pra qumshi për djalin e saj. Derisa thot mbaroi ujë. Thot e kapi etja. E kapi etja thot dhe birin e saj. E shifte fëmin e saj duke, për fjalën si me u përthy, pra duke u përpolitur, siç vjen më mbrapa, si më thehet sa me bark, sa nga barku, sa nga shpina, pra duke u përpolit më mbrapa gati si në agoni. Imagjinoni nën ta shofi fëmin e vet kështu, pra s'kishte më ujë, hurma mbaron, uji mbaroi. Thot, tha me vete, sikur kisha pa, shifsha se mos gjej dikënd. U largua se nuk e shifte dot fëmin e saj,
dhe gjeti Safan, tani shifeni që të kuptoni origjinën që robi kur shkon me bot tawaf, pra tawafi bëhet rreth Ka'bes 7 herë, pastaj mbas mbaron tawafi, ka një ecje tjetër që quhet Sa'i në Safa dhe Merwa, që origjina aty është Kodrina ose Mala. Tani kjo fillimisht Ummu Ismail, nona Ismailit Haxher, ka shkuar në Safa, se Safa është më afër. Thot, u afrua, thot, gjeti Safa që ishte mali më i afërt, qëndroi hipi mbi të, pastaj e pa këtë lugin se mos shihte dikënd, nuk pa askënd. Pastaj zbriti nga Safaja, derisa arriti në një lugin aty, thot e ngriti cepin e rrobës saj, pastaj eci me një ecje një personi që është shumë siklet dhe shumë i lodhur. Derisa e kaloi atë, shkoi në Merwa. Kjo është ajo pjesa ku janë ato shenjat jeshile që aty duhet ecë sa më fort, sa më shpejt. Thot, pa në Merwa qëndroi dhe pa se mos shihte dikënd, nuk pa askënd. Pastaj transmetimi thot, pa se mos pra vlau dhahabtu fa nadhartu ma fal, pra që të shifte fëmijën e saj se çfarë bëri fëmia, kur e pa fëmijën, thot ai ishte në një gjendje gati sikur ishte në agoni. Nuk kënaqesh me këtë, nuk e duronte dot këtë gjë, ose nuk kënaqej me këtë. Thot sikur të kisha pa dhe një herë se mos shoh dikënd, e bëri këtë gjë, shkoi në Safa pa se mos gjente dikënd, e bëri këtë gjë 7 herë. Thot Ibn Abbasi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky është sa'i që bëjnë njerëzit sot. Pra sa'i që bëjnë muslimanët sot kur shkojnë Safa dhe Marwa, origjina shife ku është? Tek nona e Ismailit alayhi salatu wassalam, te Haxher. Thot, kur shkojnë Marwa, ngjojnë një zë dhe i tha vetes hesht. Pastaj e ngjoi këtë zë. I tha, më ndihmo nëse ke hajër. Kur pa, thot angelin, një transmetim pa Xhibrilin tek vendi i Zemzemit. Ai thot, pra çfarë thot për Xhibril alayhi salatu wassalam, e gërmoi thot me thembrën e tij derisa thot u shfaq ujë. U habit, u shtang nëna Ismailit dhe filloi duke e mbledhur atë ujin, duke e bërë si hauz. Lauza hauz shajthoni, duke e mbledhur atë ujin. Thot dhe e bonte me durët e saj duke e mbledhur. Dhe ujin e hidhte tek ena e saj, ndërkohë që ai buronte. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mëshiroft Allahu nënën e Ismailit, sikur ta kishte lënë Zemzemin, sikur mos ishte nxitu, do ta gjeshe sot Zemzemin një burim i rrjedhshëm, që do rrihte mbi sipërfaqen e tokës. Thot, ajo piu prej ujit, i dha gjithë fëmijës saj, dhe meleku, pra që është Xhibrili alayhi salatu wassalam, i tha mos kini frikë nga shkatrimi, sepse këtu është shtëpia e Allahut, do ta ndërtoj ky djalosh dhe babai i tij. Jo përsëris edhe këtë. Thot mos kini frikë nga shkatrimi, sepse këtu te ky vend është shtëpia e Allahut, do ta ndërtoj ky djalosh Ismaili me babain e tij që është Ibrahimi alayhi wassalatu wassalam. Thot, sepse Allahu nuk i humb banorët e këtij vendi, pra njerëzit që i bindën Allahu xhallahu ala, hecin urdhrat e Allahut, femra. Thot, dhe pra vendi i Ka'bes ishte një tokë ngritur, pra një diçka e ngritur, vendi ku është Ka'bja sot, vinin prret nga dy anët, nga djata dhe nga e majta. Në këtë kohë kalon, thot, një grup, një fis prej Xhurhum. Pra, ishin familje fis, duke ardhur thot nga filan rrugë. Zbritën thot poshtë Mekës dhe pan zojsh që rrotulloheshin. Pra te vendi tek uji i Zemzemit ta rrotulloheshin rreth ujit. Dhe than, ç'ne ky zog po rrotullohet rreth ujit sepse ne kemi kalu këtu, s'dim që të ketë ujë këtu. Pastaj thot, çuan disa lajmi ose dy lajmëtar dhe kur u informuan për ujin, u kthyen dhe u lajmëruan që atje ka ujë. Kur shkuan atje, panë që nëna Ismailit ishte tek uji. I than, a na lejo që të rrim edhe ne këtu, të banojmë edhe ne këtu? I tha, po, por se nuk keni hak ju tek uji. Po dëshëndroni, po haku te uji s'është i uji. Qartë? Ka Ibn Abbas, thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e bëri këtë gjë nëna e Ismailit sepse ajo donte shoqëri, nuk donte të rrinte vetëm, s'kishte atë njëri.
Vetëm ajo me fëmijën e saj. Thot, qëndruan aty, i thirrën familjarët e tyre, erdhën gjithë, derisa u ndërtuan shtëpi, pra kishte shtëpi aty, djaloshi filloi duke u rrit, mësoi arabishten prej tyre. Thot se Albani Allahu më shërof, pra ne kuptojmë që gjua e nonës dhe e babait nuk ka qenë arabishtja, pra Ismaili mësoi arabishtin prej këtij fisi Xhurhum. Thot, pra mësoi arabishten prej tyre dhe pra u rrit. Kur ai arriti pra një moshë të madhe, u martua me një grup prej tyre. Vdiq nona e Ismailit, pra, dhe pas masi kohë, thot Ibrahimi a.s. I tha familjes tij që unë do iki të shoh trashëgimin time, pra atë që kam lënë atje do iki ta shoh. Erdhi Ibrahimi a.s. masi ishte martuar Ismaili a.s. Erdhi tek familja, tek gruaja, dha selam dhe nuk e gjeti Ismailin. E pyeti gruan e tij dhe i ka thënë ka dalë me kërku riskun, ka dalë me bë gjueti. Thot, pastaj e pyeti se si e keni jetën, si është gjendja juaj, i tha, ne jemi në sharr, jemi në mjerim, jemi në ngushtim, jemi në varfëri. Filloi ankohej. I thot Ibrahim, pra filloi duke të ankuar atij. Thot, kur të vi burri yt, Ibrahim a.s. Kur të vi burri yt, jepi atij selam dhe thuaj që ta ndryshoj pragun e derës. Thuaj, ta ndryshoj pragun e derës. Ku erdhi Ismaili a.s. sikur vuri re diçka. I tha, ka ardhur dikush? Po, thot, ka ardhur një sheh, pra moshe, e thyer kshu e kshu dhe pyeti për ty. Unë e lajmërova dhe na pyeti se si e kemi jetën. E lajmërova që jemi në mjerim, vështirësi e të jam radh. I thot, atë porositi ndonjë gjë? Po, thot, më porositi që t'jap ty selam dhe më tha, thuaj, ndrysho pragun e derës. Thot Ismaili a.s. ai ka qenë babai im dhe më ka urdhëruar që të ndaj ty. Thot, prandaj shko tek familja jote dhe e ndau atë dhe u martua me një grua tjetër. Qëndroi Ibrahimi a.s. sa donte Allahu qëndronte. Pastaj e pa si të arsyeshme që shkonte pra tek ajo që kishte lënë Mekë, tek pasardhësit e tij, dhe gjithashtu dhe këtë herë nuk e gjeti në shtëpi. Thot, hyri te gruaja e tij dhe pyeti, i tha që ka dalë me kërku riskun ose transmetimi tjetër ka dalë që për gjuhë e tij. Dhe i thot, a nuk po hyn brenda që t'japim ushqim dhe t'japim pish diçka? Shifeni çik dallimin mes dy grave. I tha, si jeni ju? E pyeti për jetën e tyre, për gjendjen e tyre. I tha, ne jemi në hajër, ne kemi mirësi dhe vazhdoi duke lavdëruar Allahun xhallahu ala, duke falendëruar Allahun xhallahu ala. I tha, kush është ushqimi juaj? Tha, mishi. Po për të pi, kemi ujë. Tha Ibrahimi a.s. O Allah jepi bereqet atyre në mish edhe në ujë. Pra ka bë dua për mishin edhe për ujin. Ngjësi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot bereqet me duan e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Nuk ka pas në atë kohë thot drithra apo grur apo diçka tjetër. Thot sepse po të kishte pas do kishte bë dua Ibrahim alayhi salam, ama ka pas mish dhe ujë për këtë ka bë dua. Prandaj kuptimi i kësaj fjale që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Sheikh Albani këtu, pra do ta gjihni që nëse në një vend tjetër përveç Mekës dikush që ha mbështetet vetëm te uji dhe mishi do filloj të ankohet. Ama në Mekë thot ha robi prej mish edhe pi ujë dhe nuk ka ankesë. Qartë çu ka thonë, ky është kuptimi. Thot kur të vi burri yt, jepi prej meje selam, thot dhe urdhroje që ta shtrëngoj fort pragun e derës. Ta shtrëngoj fort pragun e derës. Ku erdhi Ismaili alayhi salatu wasalam, pra tha ju ka ardhur dikush, i tha po, erdhi thot një burr i moshuar me pamje shumë të mirë, e lavdëroi dhe pyeti për ty dhe unë e lajmërova, pyeti për jetën tonë, unë e lajmërova thot se ne jemi në hajër. Tha atë porositi me diçka, më tha po, më tha që t'jap selam dhe më urdhëroi që forcoje mbaje fort, shtrëngoje pragun e derës. Tha ai është babai im, ti je pragu i derës, më ka urdhëruar që të mbaj fort ty. Pastaj qëndroi pra larg këtyre,
sa donte Allahu xhallahu ala dhe erdhi. Momenti që vjen herën e tretë, e shef Ismailin alayhis salam duke mprehur shigjetat. Pra, tek një pemë e madhe afër Zemzemit, në një pemë të madhe afër Zemzemit. Kur e pa, u qua drejt tij dhe bën me njëri tjetrin siç bën fëmia siç bën baba me fëmijën e vet. Pra ka thonë dietar këtu, pra duke e përqafuar, duke e puthur, atje më radh, thot, ngjoni tani, i thot o Ismail, Allahu më ka urdhëruar me një urdhër, prandaj ai i thot Ismaili alayhis salam, vepro atë që të ka urdhëruar Zoti yt. Thot, a do më ndihmosh? Thot, në transmetim tjetër ka thënë, më ka urdhëruar që ti të ndihmosh. Ka thënë, po, do të ndihmoj. Thot, Allahu më ka urdhëruar që të ndërtoj këtu një ndërtesë, një shtëpi dhe e drejtoi pra bori me shenjë Ibrahim alayhis salam një vend ngritur. Thot, dhe te kjo ata ngrin themelet e qapës e kësaj shtëpie, kësaj ndërtese. Ismaili alayhis salam sillte gurët, Ibrahimi ndërtonte derisa u ngrit ndërtesa dhe shehu pra Ibrahimi që ishte më shtyr, pra nuk i ngrinte dot ato pra gurët për ndërtu. Thot Ismaili i sillte, vendosën pra një vend aty, pra ose një gur ku do ngriheshe për të ndërtu, që është sot pa mrekamu Ibrahim. Thot dhe Ismaili jepte gurët dhe duke bë këtë, duke ndërtu Ka'bën, shtëpinë Allahu xhallahu ala, çka kërkonin prej Allahut, thonin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, o Zoti ynë pranoj për nesh, ti je i gjithë dituri, gjithë dëgjuesi. Thot, pra e ndërtonin, rrotulloheshin rreth Ka'bës dhe thonin o Zoti ynë pranoj për nesh, ti je gjithë dëgjuesi, i gjithë dituri. Pra, ky është hadith që transmeton Imam Buhari, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, që shifni te ky hadith origjinën se si është ndërtuar Ka'bja, kush e ka ndërtuar Ka'bën, çfarë doja ka bërë kur e ka ndërtuar Ka'bën, dhe gjithashtu shifni origjinën e sajit mes Safas dhe Marwës. Qartë? Tani flasim pak për duan e dytë, pra ajetet e surës Bekare që kanë bën fund këtij hadithi, por ky është hadithi tek Buhari. Duaja që kanë bë pra në fund, lexojmë pak pra diçka prej dobive që është konteksti i ajeteve të surës Bekare, ku Allahu xhallahu ala thotë wa ahidna ila Ibrahima wa Ismail, pra i shpallëm atyre, i urdhëruam ata që ta pastrojnë shtëpinë e Allahut xhallahu ala. Nga se ta pastrojnë? Ta keni parasysh gjithmonë kur vjen pastrimi i shtëpive të Allahut, në të rasti Ka'bës, gjëja e parë që të shkojmë nga kush duhet pastrohet Ka'bja, pa mos ketë të çfarë, do të pastrohet prej shirkut, kufrit, gjunafeve, prej papastërtive e tjerë më radhë. Li taifin, për kë? Për ata që bëjnë tawaf, wal akifin, për ata që bëjnë itikaf, wal ruk'i sujud, për ata që bëjnë ruku dhe sejdë, për ata që falen. Pra, al musallin, për ata që falen. Thot i dha përparësi tawafit, sepse tawafi është i veçantë me Mesxhidul Haram, me Ka'bën, sepse ti mund falësh çdo vend botës, ama tawaf nuk lejohet bosh vetëm në atë vend, vetëm Ka'bë. Thot pra sepse tawafi është i veçantë për Mesxhidul Haram, për Ka'bën. Pastaj itikafi prej kushteve të tij është që të jetë në xhami. Gjithashtu namazin të ka vlerë. Ngjoni tani dobit që thot Sheikh Sadi Allahu mëshiroft. Allahu xhallahu ala al-Bari pra ja ka bashkangjitur vetes ti këtë ndërtesë, thot kjo ka dobi. E para që të kenë një përkujdese shumë të madhe Ibrahimi dhe Ismaili alayhi salatu wasalam që ta pastrojnë, sepse shtëpia Allahu xhallahu ala t'japin mundin e tyre, sa kanë mundësi që ta pastrojnë. E dyta kjo tregon se me që është bashkangjit me emrin Allahu xhallahu ala, tregon për nderimin dhe sa e madhe është kjo Ka'bë. Pra që njerëzit ta nderojnë dhe ta respektojnë. Së treti ose prej dobive të saj, ky është shkaku që tërheq zemrat drejt asaj Ka'be. Që Allahu ja ka bashkangjit kujt? Vetes vet. Pra që tërheq zemrat. Ky është shkaku që tërheq zemrat. Pastaj, pra, kam bë dua, kaloj më mbrapa, pra po zgjedh disa ajete, fillimisht që këtë desha si dobi, pastaj thot dhe përkujto kur Ibrahimi ngrinte themelet e kësaj shtëpie dhe Ismaili, duke thënë, o Zot, pranoje prej nesh, ti je gjithë dëgjuesi, i gjithë dituri. Qartë, thot Sheikh Sadi Allahu mëshiroft, pra përkujto Ibrahimin dhe Ismailin në gjendjen kur ata ngrinin themelet e kësaj ndërtese dhe vazhdonin në këtë punë madhështore,
dhe si ishte gjendja atyre me frikë dhe me shpresë. Është i robi gjithmonë mos Allah nërit, kjo është këshill për ne, mos me qenë mendje mati, pëlqej vetë aty më radh, shif çfarë po bënin, shif çfarë po ndërtonin dhe prap o Zot pranoje prej nesh, thot ishte gjendja atyre me frikë dhe me frikë dhe me shpresë. Pra, duke bërë këtë vepër, ata i luteshin Allahu xhallahu ala që ta pranonte prej tyre këtë vepër dhe të bënte te kjo vepër një dobi shumë të madhe. Gjithashtu, pra, ajetet që i thash që Ibrahimi alayhis salatu wassalam kur ka ndërtuar Ka'ben e ka urdhëruar Allahu xhallahu ala me diçka. Shkojmë pra te ajetet e surës Hax. Pra kemi lexuar nga sura Ibrahim, nga sura Bekara, tani jemi te ajetet e surës Hax. Te ajetet e surës Hax, Allahu xhallahu ala thot: "Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt." Pra përgatitëm për Ibrahimin alayhis salatu wassalam, i caktuam atë vendin ku ndërtonte Ka'ben. Dhe ai la një pjesë prej pasazheve të tij që të jetonin aty. E urdhroi Allahu që ta ndërtonte Ka'ben. U ndërtua mbi devotshmëri, mbi zbatim urdhësës dhe largimin nga dalesat. U ndërtua, u vun themelet për bindjen Allahu xhallahu ala. E ndërtoi ai dhe biri i tij Ismaili alayhi wassalatu wassalam. Dhe i urdhroi ata, ngjojeni, që mos i bëjnë Allahut shirk. Mos i bëjnë Allahut shok në adhurim. Prandaj ngjojeni: "Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a." Pra, mos më shoqëro mu në adhurim askënd, veço mu me adhurim. Gjitha adhurimet timi çfarë? Timi drejtosh mua, thot Allahu xhallahu ala Ibrahim. Dhe gjithashtu edhe ne. Pra Ibrahimit i thot mos më shoqëro mu në adhurim askënd. Nëse kjo fjalë do i thuhet dikujt për nesh, mos bëj shirk vëlla. Mos i shoqëro Allahu në adhurim askënd. Gjitha adhurimet drejtoja, dedikoja, kushtoja vetëm Allahu xhallahu ala. Kush e di si do reagojë dikush për nesh. Prandaj Shekh Rabia ka marrë një dobi për shehut. Pra, më shkujtu kjo kur ka përmend këtë ajet, wala tushrik bi shay'a. Sura Hax. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. Thot shehu këtu, ky është Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Allahu i drejtohet atij duke ndaluar, pra mos bëmu shok në adhurim, mos shoqëromu në adhurim askënd. Gjëja çfarë thot Allahu thot kur ti ndalon shumë prej ignorantëve nga shirku, thot pse ne mushrik jemi? Allah ndalon njeriu më të mirë mbas kujt? Mbas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Khalilin e tij që e do fort, i thot mos shoqëromu në adhurim askënd. Pra adhurimet mi dediko, mi drejto vetëm mua. Po ti thush dikujt mos bësh shirk vëlla, direkt e si reagon? Se mushrik jemi ne? Për shifë kuptosh se ku ka arrit padituria. Ku ka arrit padituria. I kthehemi ajeteve. Pra, e urdhon ata që mos i shoqëroj Allahu xhallahu ala në adhurim askënd. Gjitha veprat i ketë sinqerta për Allahun xhallahu ala dhe ta ndërtoj këtë shtëpi, këtë ndërtesë, pra me emrin Allahu xhallahu ala. Wa tahhir baytiya, pra pastroje shtëpinë time. Shtëpinë time, thot Allahu xhallahu ala. Pra, pastroje prej shirkut, prej gjunafeve, prej papastërtive. Ja ka pas shkëngjit Rahmani vetes tij për vlerën e madhe, për mirësinë e madhe, që ta kemi dashuritë zemrat kanë dashuritë madhe për këtë vend. Ta anojnë zemrat nga çdo anë për te ky vend, që të jetë më shkak më i madh që të pastrohet, nderohet, respektohet, sepse është shtëpia e Zotit xhallahu ala. Dhe pra për ata që bëjnë tawaf, për ata që bëjnë itikaf, për ata që qëndrojnë për të adhuruar Allahun xhallahu ala, të lexojnë, mësojnë dije, tira me radhë, wa ruk'a sujud, pra për ata që falen, ta pastrosh shtëpinë për këta njerëz nderuar, që qëllimi i tyre është që t'i binden Allahu xhallahu ala dhe të afrohen tek Allahu, pra tek shtëpia e tij, duke adhuruar Allahun tek shtëpia e tij, shtëpia Allahu xhallahu ala. Thot shtëpia Allahut kuptohet, pra që çfarë ja kanë bashkëngjitur vetëm me kuptuar që ka vlerë shumë madhe, adhurohet Allahun të, tira me radhë. Pra këta duhen respektuar, duhen nderuar dhe të pastrohet shtëpia që ata të adhurojnë Allahun xhallahu ala të. Thot gjithashtu, thot hyn te kjo që të pastrohet kjo shtëpi nga zërat e kot, nga zërat e ngritur,
që ngatrojnë apo i bëjnë zhurmë atyre që falen, atyre që bëjnë tawaf. Dhe shpesh herë, për shembull, në shumë vite ata që kanë ardhur dhe kanë bërë probleme atje në Qabe, duke hedh parrulla, duke bërë rumuj për haxhe të tjera, kush janë? Shiat, rafidhat. Ata shpesh herë vinë dhe bëjnë probleme. Thot, i ka përmendur tawafin para itikafit dhe namazit, sepse tawafi është i veçantë për këtë shtëpi, për këtë Qabe, për këtë ndërtesë. Thot, pastaj itikafin, sepse ai është i veçantë për bëhet në xhami. Pastaj ngjojeni, kjo ka lidhje drejt për drejt me temën tonë, wa adhin fin nasi bil hajj. Lajmëroj, ftoi njerëzit për haxh. Lajmëroj dhe ftoi njerëzit për haxh. Kujt i thot Allahu kështu? Ibrahimit alayhis salatu. Dhe prandaj do ta lexoj fjalën e Sheikh Udheminit, momentin që ti thu lebek Allahumma lebek, ti jam përgjigj o Allah, ti jam përgjigj. Kur të zhbo thirrja dhe ftesa, ky është ajeti. U adhin fi nasi bil hajj, lajmëroj, ftoj njerëzit për haxh. Pra, lajmëroj, ftoj, transmetoj si atij që është afër, si atij që është larg për farzin. Pra, që kanë farz, bëjnë haxh te kjo shtëpi, për vlerën e kësaj ndërtese. Pra, thirrje ata që të vinë për haxh dhe për umre, të vinë hecur, pra duke hecur me këmbën e tyre ose mbi deve, hipur mbi deve. Pra që të vinë te ky vend i hajrit, vend i mirë. Min kulli fajjin amik, pra të vinë nga çdo vend, sado i largët qoftë. Prandaj thot shehu këtu, Halili alayhis salatu wassalam e bëri këtë gjë. Pas ti biri i tij Muhamedi sallallahu, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është nga pasardhësit e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, ftuan të dy njerëzit për haxh, që të bëjnë haxh se kjo ndërtesë, thot e kanë përsëritur këtë gjë dhe ndodhi ajo që ka premtuar Allahu xhallahu ala, kanë ardhur njerëzit te kjo ndërtesë si në këmbë, si hipur nga lindja e kësaj toke dhe nga perëndimi i saj. Nga të gjitha anët. Imagjino më përpara, se tani alhamdulillah janë lësu shumë gjëra. Ama njerëzit më përpara ka pas për njerëz që vinin komp, njerëz që vinin pra me deve, me kafsh, me muaj tër, me vështirësi të mëdha. Imagjino mund të kishte njerëz që prisnin rrugën, ka çak rrugë etj me radhë. Ka pas raste që tregojnë dietarët ku njerëzit që niseshin për haxh i jepshin lam të mirë familjarëve të vet. Pra që s'dihet më, do kthehem ose do kthehem. Pra që të shihshin mirësinë e madhe të Allahut që na ka dhënë për njerëzit e kësaj kohe. Sa janë lesu gjonat për pak orë ti je atje. Me kushte, me tjere të jemë radhë, dhe të kujtosh njerëzit më përpara se sa kanë vujt për të ardhur te kjo ndërtesë që i ka dhënë Allahu xhallahu bekat e berëgjet, gjitha këto vlera që ju po ngjoni. Kurse Imam Ibn Kathir rahimahullah thot, pra, ky është nënçmim për atë që adhuron dikën tjetër përveç Allahu xhallahu ala dhe i bën shirk atij prej kurajshve në këtë ndërtesë, që kur është ndërtuar ditën e parë, është ndërtuar për tauhid që të veçohet Allahu me adhurim. Erdhët ju dhe bot kureshët ç'a bot? Bën shirk dhe telbien e kanë, siç do vi inshallah e kanë ndryshuar. Lebek Allahumma lebek, lebek la sharika lak lebek. Pra, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, ata e kanë ndryshuar. Pra të jam përgjigj, o Allah, të jam përgjigj o ti që s'ke shok dhe ortak në adhurim, të jam përgjigj, vazhdon duaja, kurse ata ç'a thonin? Lebek Allahumma lebek, lebek la sharika lak illa sharikan tamlikuhu wa ma malak. Të jam përgjigj, o Allah, të jam përgjigj o ti që s'ke ortak apo shok, të jam përgjigj përveç një shoku që ti e sundon ata dhe ai nuk të sundon ty. Shikoj futën shirkun telbia. Prandaj thot sheku këtu ngjojeni, thot ajo është nënçmim, e ka pas dhe çfarë? Ka pas idhuj që adhuroheshin përveç Allahut xhallahu ala, kur është shtriu Mekka, sa idhuj ka pas që adhuroheshin përveç Allahut? 360. Ka qenë Isaf, Naila, pra që ata i prekshin e kurbona. Prandaj thotë është nënçmim, qortim për atë që adhuron dikën tjetër përveç Allahut. Dhe i bën shokat i prej kurajshëve dhe të tjerë në këtë vend, që ditën e parë që është ndërtu mbi tauhidin e Allahut xhallahu ala, mbas tauhidin, veçimin e Allahut me adhurim, të adhurohet ai një i vetëm, pa i bërë shokat i në adhurim. Prandaj Ibrahimi alayhis salatu wasalam tregon Allahu xhallahu ala që e orientoi te ky vend, pra dhe i dha leje, e morën hadith që e urdhroi për ta ndërtuar dhe pastaj tregon më mbrapa, do vi hadithin që ka përmendur Imam Kathir, do të fjala Imam Ibn Qayyim rahimahullah, alla tushrik bi, pra ndërtoje këtë Qabe, këtë ndërtesë në emrin tim, pra vetëm në emrin tim,
pastroje prej shirkut, për ata që bëjnë tawaf, për ata që qëndrojnë, bëjnë ruku dhe sejdë, qëndrojnë në adhurimin Allahu xhallahu ala, pra bëhet sinqert dhe të vinë vinë këtu ata që e veçojnë Allahun me adhurim. Prandaj, ai që bën tawaf është i njohur dhe ky adhurim është i veçantë që bëhet vetëm te kjo ndërtesë, nuk bëhet vend tjetër. Thot qaimin, pra ata që ndrojnë namaz, ata që bëjnë ruku dhe sejdë, pra është bashkangjitur tawafi me namazin. Pastaj thot wa adhin fi an-nasi bil hajj, ftoi njerëzit, ftoi dhe thirrja ata për haxhin, pra që vinë bëjnë haxh te kjo ndërtesë. Dhe pastaj kanë ardhur transmetime këtu, pra Allahu alam janë të sakta apo jo, dietarët e përmendin që i ka thënë o Zot, po si do më thënë unë t'ja transmetoj njerëzve ku zëri im nuk arrin, pra ju është thënë që ti transmeto, ti vetëm fto thirr, ne do ta transmetojmë. Allahu alam, kështu thuhet te tefsiri i ajetit. Pastaj thot pra ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik, pra janë argumentuar me këtë ajet disa prej dietarëve që haxhi është mirë që të bëhet në këmbë për atë që ka mundësi, se sa të bëhet pra hipur mbi kafsh. E rëndësishme pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra haxha rakiban ma kamali quwwati, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë haxh hipur mbi deve, megjithëse kishte fuqi të tjera. Kjo është çështje tjetër, porse pra kjo është çështja ose komenti i këtyre ajeteve që ne përmendëm. Ju thashë kjo, pra kjo është thirrja e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, ftesa e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, një të ftesë e ka bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një prej haditheve që ai ka thënë, ndoshta do vinë më mbrapa, inna Allaha farada alaykumul hajja fahujju. Allahu ju ka bërë ju farz haxhin, prandaj bëni haxh. Allahu ja ka bërë farz haxhin, prandaj bëni haxh. Ku e kam pyet, a çdo vit o i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam do vinë hadithet inshallah. Por se thjesht do t'ju tregoj që kur thu lebek Allahumma lebek, ta dish se çfarë je duke thon. Thot shehu këtu, shehu Themini Allahu më shëroft, thumma ahalla bit tauhid. Pastaj thot Xhabir radiallahu an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni ihlal me tauhid. Pra kjo telbia është telbia e tauhidit. Do qëndrojmë inshallah kur t'i vijë rasti që shifet termi tauhid ka ardhur në për argumente, nuk është termi shpikur. E ka shpik Sheikhul Islam apo Sheikh Abdul Wahhab. Ka ardhur hadithe. Ahalla bit tauhid, pra boni pra me tauhid. Lebek Allahumma lebek. Pra thot shehu mbasi komenton se çfarë do thot lebek, pra t'jam përgjigj o Allah, thot pra t'jam përgjigj dhe duke qëndruar në bindjen tënde, pra t'jam përgjigj o Allah duke qëndruar në bindjen tënde, pra un po të përgjigjem dhe po qëndroj në bindjen tënde. Ky është një koment i mirë. Nëse vjen dikush dhe thot, do vinë këto, thjesht un do t'u lidh me ajetet. Kjo është ajo që du që ju të kuptoni tani. Nëse vjen dikush dhe thot, ku është thirrja për Allahun prej Allahut që muhrimi ai që po bëni haram po i përgjigjet? Ku është? Që t'jam përgjigj o Allah, t'jam përgjigj. Ku është kjo thirrja? Thot Sheikhu Themin Allahu shërof, është fjala e Allahut lartësuar, wa adhin fil nasi bil hajj. Ajeti i surës Hajj. Pra lajmëroi, ftoi njerëzit për haxh që të vinë, pra në këmbë, të vinë hipur mbi kafsh nga vende të larta. Thot, pra, lajmëroi njerëzit për haxh, ftoi dhe thirrja ata për haxh, të vinë me këmbët e tyre. Thot, pra, dhe të vinë të hipur mbi kafshët e tyre. Tjetër gjë, pra, e morët vesh se kush e ndërtoi, duan që bën atje. Çka ka ndodhur tani me pejgamberët që kanë ardhur më mbrapa, sidomos nga pejgamberët e Beni Israilve. Kanë ardhur hadithet sakta te Imam Muslimi te Amrad, pra hadithet sakta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyet për luginat veçanta, se çfarë lugine është kjo, dhe ka thënë, sikur jam duke parë Musain alayhi salatu wasalam duke zbritur nga ky vend i lartë dhe kishte pra duke ngritur zërin e tij me telbie. Pra kanë ardhur transmetime, pra siç bën muezini që i fut gishtat e tij në vesh dhe ngre zërin me ezanin, Musa e ka bë këtë gjë çfarë duke ngritur zërin me telbie, lebek Allahumma lebek. Kush është ky? Musa alayhi salatu wasalam. Musa në të njëjtin transmetim ka pyet për një vend tjetër se kush është ky vend ose ç'a kodrinë është kjo, i ka thënë thaniyetu harsha. Thot sikur po shoh Yunus ibn Matta alayhi salatu wasalam i hipur me një devet kuqe, duke bërë telbie lebek Allahumma lebek.
Është përmend Musa alayhi salatu wasalam, është përmend Yunus alayhi salatu wasalam. Yunus ibn Matta. Thotë Sheikhu Themini Allahu mëshiroft. Pra, Musa, Yunusi alayhi salatu wasalam, të dy kanë bë haxh te kjo Qabe dhe të dy e kanë ngretë zërin me telbie, pra me zot lart, duke bë telbie me zot lart. Pra që të shohësh rrugën e pejgamberëve, që rruga e pejgamberëve ka ardhur, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'ashir al-anbiya ikhwa li allat, dinuna wahid. Pra ne pejgamberët gjithë shembulli ynë është si shembulli i vëllezërve nga një babai i njëjtë, po me nona ndryshme. Feja jonë është një, pra gjithë pejgamberët Allahu xhallahu ala kanë ardhur që të veçohet Allahu me adhurim. Prandaj, ju shihni që këta pejgamberë kanë bërë haxh. Pra agjërimi, kur folën për agjërimi, si është ajeti që është bë obligim agjërimi. Ja ju ledhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë ju obligim agjërimi, si ishte bërë obligim atyre që ishin para jush. Ka ardhur hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, ky është abdesi im dhe abdesi pejgamberëve para meje. Ky është abdesi im dhe abdesi pejgamberëve para meje. Ngjoni si argumentohet Sheikhu Themini Allahu mëshiroft për që namazi ka qenë obligim për ata që kanë qenë para nesh, fola për abdesin, thotë namazi ka qenë i obliguar, pra ti falësh, të adhurosh Allahun që ka qenë i obliguar të gjithë, thotë, pra shariatet më para nesh. Ka thënë Allahu i lartësuar, ngjojeni, ju kam përmend një mësim më përpara që edhe sot Bibla me gjithë devijimin, deformimin, shtrembërimin ka për Isain, për Ibrahimin, alayhi salatu wasalam, kësoj sa dita Musain, disa prej pejgamberëve, se si më mendoni, kam frikë se mos gabohem, që ata e kanë adhuruar Allahun duke rënë sejdë, përmenda një prej mësimeve. Duke t'u përmenda edhe vendet, ë? Gjojmë çfarë argumentohet që Themini thotë, te Surja Imran, Allahu xhallahu ala i thotë kujt? Mariamës. Nonën e saj alayhi salatu wassalam wa alayha salatu wassalam thot ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. O Maryam, pra vazhdon bindjet Zotit tënd, bëj sejdë atij dhe bëj ruku me ata që bëj ruku. Gjeni, thot Sheikhu Themini te ky ajet, thot tregohet rëndësia e namazit dhe se është lidhje mes njeriu dhe Zotit tij. Prandaj namazi ka qenë i obliguar, pra dhe tek shariatet para nesh. Gjithashtu, ngjojeni tani, xhamia Haif është Mesxhidul Haif, dhe sot tek sa ditë ku është Mina. Quhet Mesxhidul Haif. Pra kur flasim për Minën, do flasim inshallah për të rregullat e haxhit, pra që një nga obligimet që kanë lidhje me haxhin është qëndrimi në Mina. Ngjoni çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë xhami që është Mina, thotë ka thënë i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam, hadithin e ka saksu, ka thënë që është i mirë, pra Sheikh Albani Allahu mëshiroft se kanë ardhur shumë rrugë, thotë janë falur te xhamia Haif 70 pejgamber. Imagjinot ajo xhami Mina janë falë thotë 70 pejgamber, për e tyre kush? Për e tyre Musaj. Thotë sikur e shoh Musain duke ardhur, duke qenë muhrim në një deve e tjera me radhë. Si që ishte transmetimi tjetër që ka pa duke bot të lbije. Pra 70 pejgamberë janë falë. Pra shifni rrugën e pejgamberëve. Qartë. Tjetër gjë, pra, që du t'ju them këtu, është pra fjala Imam Ibnul Qayyim për vlerën e këtij vendi, që Allahu xhallahu ala ka zgjedhur këtë vend. Thot pra në fillimin e Zadul Ma'ad, pra libër shumë i bukur që ka tregu historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se veçanta këtij libri është që nuk ka tregu histori, por se ka nxjerr dobi shumë mëdha nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne kemi lexuar këtë prej këtij libri dobi shumë mëdha për këtë luftë. Luftës Uhudit. Thot të faqja 40, Allahu mëshiroft, pra që Allahu xhallahu ala, fillimi i librit, pavarësisht është 40, por se thot, ngjoni, te ajeti surës Qasas 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Zoti yt krijon çfarë do dhe zgjedh. Zoti yt krijon çfarë do dhe zgjedh. Thot, pra, qëllimi këtu është zgjedhje pas krijimit. Ai krijon, pastaj zgjedh. Ka një zgjedhje të përgjithshme që është para krijimit, ka dhe një zgjedhje pas krijimit. Vazhdon te ky ajet derisa arrin tek faqja 47, thot,
ajo që ka lidhje me temën tonë. Thot, këtu ai ka zgjedh. A jemi të zgjedhë Allahu, zgjedh çfarë? Kë ka zgjedh? Ka zgjedh prej vendeve, thot vendin më të mirë, që është El Beledul Haram, që është Qabja, që është Meka. Ai e ka zgjedhur këtë vend për pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Te ky vend ai ka bërë obligime të haxhit për robët e tij. I ka obliguar atyre që të vinë, qofshin larg apo afër. Dhe mos hynë te ky vend vetëse duke qenë të përulur, duke ju përgjëruar Allahu xhallahu ala, duke ju përulur atij me kokat zbuluara dhe i kanë hequr rrobat e njerëzve të dynjas. Pra kokën, sepse do vim kur vesh rrobën e ihramit, siç kur ti thua Allahu Akbar namaz, shumë gjona të bëhen ndalume, përveç disa të caktuara që ti do i bësh gjatë namazit, nuk mund të hash, nuk mund të pish, ti aty janë rradh, nuk mund të flasësh. Dhe kështu kur hyn te ky adhurim në ihram, kur vesh të rrobat dhe bën jetin, ke gjëra që i ke të ndaluara. Një prej gjërave që ke ndaluara çfarë është? Është të mbulosh kokën, pra do jesh me kokë zbuluar. Do heqësh gjithë rrobat, nuk vesh rrobat e trupit që ke, kanatiere, mbathje, etj, rrobat që ke, do heqësh gjithë, do kesh vetëm pra çfarë? Këto dy rroba, ridan dhe izarit. Ka një rrobë poshtë, një rrobë sipër, që deri diku robi pra të kujtoj çfarë thon dietarët, kujtosh vdekjen, se si do dalësh për Allah, kështu do jesh. I cop çifin do dalësh për Allah. Pra i ke hequr të rrobat e dynjas. Vin njerëzit me koka zbuluara, pra i kanë hequr rrobat e njerëzve të dynjas, kanë ardhur te ky vend i sigurt, vend që nuk derdhet në të gjaku, nuk prehen në të pemët, nuk tremet në të gjahu dhe kafshët, nuk tremet, jo më ti bësh gjuhë ti, po as ti tremësh nuk lejo. Sa këtu kanë thënë dietarë, ndoshta do vi dhe fjalë tjera dietarëve, nuk derdhet gjaku, edhe njerëzit xhailitet. Megjithse ishin mushrik, ishin shirkun e tyre, nëse gjenin vrasjen e familjarit të tyre në Qabe, nuk e preknin. Derisa dilte nga Qabe. Thot përderisa është Qabe nuk e prekin. Megjithse kishte vrarë familjarët e tyre, nuk merrshin gjak nëse personi ishte në Qabe, derisa dilte jashtë. E kupton, edhe ata në shirkun e tyre sa e nderonin dhe respektonin Qabe. Imagjino, xhawarixhet e tjerë me radhë që kanë ças kanë bëu aty, Allahu na ruaj. Histori të gjata që çove që shif ata në xhailitetin e vet kanë qenë kështu, pastaj kujtosh historitë e shumë prej tyre që janë diku nga Ikhwanca dhe xhawarixhet se çka kanë bëu aty. Pra para 46 viteve, 1400. Nuk merret aty diçka e gjetur vetëm nëse do t'i njoftosh njerëzit. Nuk mundesh ti diçka gjetur ta marrësh, jo më të marrësh diçka që e gjen nuk lejohet. Vetëm po ditë ti të lajmërosh, të bosh. Aty alhamdulillah tani janë vende të veçanta që po gjetë diçka ta çosh atje. Thot, pra e ka bërë Allahu xhelalu ala që ti po shkove atje, pra për të kryer haxhin, pra të falen gjunafet që ti ke më përpara, që gjunafet që ke bërë më përpara. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do flasim për këtë hadithe. Kush vjen te kjo Qabe, te kjo ndërtesë, dhe nuk bën marrëdhënie intime kur je me haram, kuptohet, dhe çdo gjë që e paraprin marrëdhëniet intime. Dhe nuk del nga bindja e Allahut, bidate, kundërshtime, gjunave, kthehet si dita që e ka lindur nëna e vet. Ta përsëris, do flasim për këto dy fjalë, yarqu e yafsu. Pra, kush vjen te kjo ndërtesë, te kjo Qabe, dhe nuk bën marrëdhënie intime dhe çfarë paraprin marrëdhëniet intime, ai që kupton gjithsesi cili, ai që është me grup, kupton. Walam yafsuq, nuk del nga bindja e Allahut, nuk bën gjunafe bidate të jam radh, kthehet si dita që ka lindur nëna e vet. Pra, i pastër nga gjunafet. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të bëni haxh pasojeni me umre, kur të bëni umre pasojeni me haxh, sepse ato largojnë varfërinë dhe gjunafet, siç bën zjarri apo kaceku, ajo që ndodh te Kovaçana, me pislikun e hekurit, arit dhe argjendit. Çfarë bën? Ta e pastron. Shumë ndodh. Pra, kjo tabi u bejn al-hajj wal umra, pra, kur bën haxh pasoj me umre, kur bën umre pasoj me haxh, pra vizitoj herë pas here, se çfarë ndodh? E shumë njerëz sa kanë hall. Se do i harxhohet pasuria, do i legu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çajm do thotë, kjo gjë ta largon varfërinë. Jo vetëm varfërinë, po të largon gjunafet, fshin gjunafet, siç thot zjarri apo ai kaceku që i fryn, kur futen metalet në zjarr, kur kanë ato mbeturina, çfarë bëj? Ja pastron.
Thot, dhe nuk ka për haxhin e pranuar, haxhi që është bërë ashtu do vi, dhe kjo është term tjetër që duhet ta shpjegojmë. Haxh mebrur. Kush quhet haxh mebrur? Por se tani po përkthejmë haxhin e pranuar, haxhi që është bërë sipas rregullave, që nuk është kundërshtuar Allahun të, por do përmend fjalë dietarësh për këtë, nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenet. Pra, nëse pyetini kush janë vlerat e haxhit, dy hadithe ju erdhën. Një kthehesh siç me kushte, siç ka lenë ona, e dyta s'ke shpërblim përveç se xhenetit. Gjithashtu, në Sahihain, Buhari dhe Muslim, thot nga Abu Huraira radiallahu anhu transmetohet se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, umra deri tek umra fal gjithçka që ka ndodhur mes tyre. Pra, siç ka ardhur 5 namaze, xhuma janë xhuma, ka ardhur dhe umra deri në umre. Bënej umre tani. Bënej umre mbas një muaj, 2, 3, ka sa do bësh, çka ka ndodhur mes tyre, falë. Thot, normal, sa transmetime në kur robi largohet nga gjunafet e mëdha. Por se këtu është për hak, thot, umra deri tek umra, fal gjithçka që ka ndodhur mes tyre dhe për haxhin e pranuar me brur, mani me të fjalë se të flasim ç'është me brur. Për haxhin që është me brur, më përpara për kthevat pranuar sipas rregullave që nuk kundërshtohet Allah, nuk ka shpërblim tjetër veç se xheneti. Pastaj thot, sikur mos ishte ky vend i sigurt, vendi më i mirë, më i dashur tek Allahu, vendi i zgjedhur prej vendeve, thot, nuk do t'i bënte këtë vend pra si rite dhe vende që të kryen ku kryen robt haxhin. Nuk do kishte bë. Nuk do kishte bë fare që njerëzit ta kenë si synim. Nuk do kishte bërë një nga farzat më të forta të Islamit. Madje është betuar në librin e tij, thot, me këtë vend, sepse Allahu betohet me çfarë do, kurse ne nuk na lejohet betohemi vetëse në emër të Allahu xhallahu ala. Pra ne nuk na lejohet vetëm me thonë wallahi billahi tallahi, për pasha Allahun ose me emrat e Allahut. Ama Allahu xhallahu ala çfarë betohet me çfarë do për krijesave të tij. Dhe kur betohet me diçka për krijesave të tij, do tregojnë që kjo krijesë që është betuar Allahu me të, është diçka me shumë vlerë. Si rasti i është betu thot 2 herë te surja Tin, o Tini o Zejtun, wa hadha al-balad al-amin. Pra është betuar për Mekën, për Ka'bën. Gjithashtu te surja Balad, la uqsimu bi hadha al-balad. Pra betohem për këtë vend. Kush është të dy rastet? Mekë. Thot, nuk ka mbi sipërfaqen e tokës një vend që e ka obligim ai që ka mundësi që të shkojë për të bërë tawaf dhe të bëjë saj, thot një vend tjetër përveç se ky. Nuk ka vend mbi sipërfaqen e tokës që të është ligjëruar që ta puthësh dhe ta prekësh, siç ky vend që është Gurizi dhe Ruknul Yamani, siç do vi inshallah. Pastaj ka përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një namaz të xhami, thot është më mirë se sa 100.000 namaze pra në xhamitë e tjera. Thot, pastaj ka përmend hadithet, edhe do të them të dyja këto transmetimet, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është larguar nga Mekka. I është drejtuar Mekës dhe ka thënë këto fjalë sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahun, ti je toka më e mirë e Allahut. Toka më e dashur e Allahut tek Allahu. Dhe sikur mu mos kishin nxjerr prej tejes, do kisha dalë ndonjëherë. Pa kur ka bo hijret. Ky hadith i ka ardhur te Tirmidhiu dhe te Nesai. Hadithi është i saktë, ty lexoj si kanë ardhur transmetimet. Te Tirmidhiu transmetohet kështu: Pasha Allahun, ti je toka më e mirë e Allahut, toka më e dashur e Allahut tek Allahu. Sikur mos kishin nxjerr prej teje, nuk do kisha dalë. Në transmetim tjetër tek Tirmidhiu thuhet, ka thënë dërguari sallallahu alaihi wasallam i ka është drejtuar Mekës duke i thënë, sa i mirë je ti si vend, sa i dashur je ti tek unë, sikur populli yt mos kishin nxjerr, unë thot nuk do kisha jetuar një vend tjetër përveç se tek ti. Kurse te Ibn Majah është ka thënë kështu, pasha Allahun, ti je toka më e mirë e Allahut xhallahu ala dhe toka më e dashur e Allahut tek unë. Shikoj, aty është toka më e dashur tek Allahu, këtu tek unë. Thot të dy hadithe janë saktë. Pasha Allahun, sikur mos kishin nxjerr prej teje, thot unë s'do kisha dalë ndonjëherë. E gjut, vëstemi. Pastaj thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah, nga veçoritë e këtij vendi e Ka'bës është se është kibla e gjithë njerëzve në tokë. Nuk ka një vend tjetër që të jetë kibla. Gjithashtu është se për veçoritë të saj, që nuk lejohet që kur ti pra kryen ujin e holl apo ujin e trash, ti drejtohesh nga ajo apo ti kthesh shpinën. Thot, si do qoftë çështja, qoftë ndërtesë, qoftë jo ndërtesë. Shuanon, se sa dietar thot kur je mrena ndërtesës,
nuk ka problem. Por se Imam Ibn Qayyim anon që si je brenda ndërtesës, si je jashtë ndërtesës, nuk lejohet as të drejtohesh kur kur urinon ujin e holl apo ujin e trash, kur kryen ujin e holl apo ujin e trash, qoftë jashtë, qoftë brenda, pra i rrethuar me mure. Gjithashtu, ngjojeni këtë tjetrën, që ju thash do vijmë mbrapa, thotë nga veçoritë e saj është që është e para xhami që është ndërtuar në tokë. Ka thënë Abu Dherri radiallahu anhu, siç ka ardhur tek Buhari dhe Muslim, e pyeta të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam se cila është xhamia e parë që është vendosur në tokë, që është ndërtuar në tokë. Më tha Mesjidul Haram, Qabja. I thash po më mbrapa, ka thënë Mesjidul Aqsa, Kutsi. I thash sa ka pas mes tyre, sa ka qenë distanca, ka thënë 40 vjet. Pra, nëse pyeti kush është ndërtesa e parë, xhamia e parë që është ndërtu, Qabja. E morët vesh kush e ka ndërtu Qabën. E dyta, mbas 40 vitesh, pasi është ndërtu Qabja, mbas 40 vitesh është ndërtu kush? Aqsa, Mesjidul Aqsa. Dhe gjithashtu që të kuptoni rëndësinë e Aqsës për muslimanët. Që Allahu xhallahu ala e ruajt atë vend, ja lehtësoft atyre vëllezërve tanë atje dhe siç janë lut sahabët mbas po lutem siç janë lut sahabët në nga mesi i muajit Ramazanit deri në fund të Ramazanit. I luteshin Allahu duke i thënë: Allahumma qatil al-kafara alladhina yasudduna an sabilik wa yukadhibuna rusulak wa la yu'minuna biwa'dik wa khalif bayna kalimatihim wa alqi alayhim rijzaka wa 'adhabaka ila al-haq. Thonin: o Allah, shkatroj qafirat që pengojnë nga rruga jote dhe i përgjigjëstrojnë dërguarit e tu dhe nuk besojnë tek premtimi yt. O Allah, përçaj ata mes veti, o Allah, hin zemrat e tyre frikën, dhe o Allah, hidh mbi ta dënimin tënd, o i adhuruar me drejt. Amin. Prandaj Allahu e lehtësoft vëllezërit tanë. Pra që të kuptoni rëndësinë e Mesjidul Aqsa për muslimanët. Pra është xhamia e dytë që është ndërtuar mbas Qabës. Rëndësi tani ka sa vite ka mes të dyjave? 40 vjet. Mirë. E morën vesh që këtë ka ndërtuar Ibrahim me Ismailin. Mesjidul Aqsa kush e ka ndërtuar? Ngjoni sa thotë Imam Ibn Qayyim. Thotë, ky hadith nuk e ka kuptuar ashtu siç duhet ata që pra nuk kanë arritur ta kuptojnë se kush është qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë. Pse? Kanë thënë që siç dihet Sulejmani, pra ata kanë idenë që i parë që ka ndërtuar Sulejmani i biri Daudit alayhi salatu wasalam. Se Sulejmani është djali Daudit alayhi salatu wasalam. Thotë siç dihet thotë që e ka ndërtuar Sulejmani i biri Daudit, ai e ka ndërtuar Aqsan dhe mes tij dhe mes Ibrahimit ka më shumë se 1000 vjet. Ndërkohë që hadithi sa thuhet 40 vjet. Nga imagjinon, pra, nga që nuk e kupton hadithin siç duhet, fillojnë ndryshimet. Gjoni sa thotë Imam Ibn Qayyim, i përgjigjet, thotë, kjo është për ignorancës këtij personi që ka thënë këtë. Sepse thotë Sulejmani alayhi salatu wasalam ka rikonstruktuar, e ka rindërtuar, nuk e ka themeluar Aqsën. Ai thjesht ka bërë rekonstruktime, rregullime të jam rradh. Kush e ka ndërtuar? Ai që ka ndërtuar thotë është Jakubi ibn Ishaqut. Pra, babai kujt? Babai Jusufit alayhi salatu wasalam. Jakubi, pranipi Ibrahimit alayhi salatu wasalam. A tham ne, Ibrahimi ka dy bij alayhi salatu wasalam. Ishaqun dhe Ismaili. Nga Ismaili tham kush ka ardhur? Vetëm s'ka pejgamber përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga Ishaqu kush ka ardhur? Jakubi. Jakubi është si ka emrin ndryshe? Israili. Ai e ka ndërtuar Mesjidul Aqsa. Pranipi. E kupton? Prandaj thotë ai që ka ndërtuar është Jakubi ibn Ishaqut sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, pra mbasi ka ndërtuar Ibrahimi Qabën. Gjithashtu, ajo që tregon për vlerën është se Allahu xhallahu ala e ka quajtur atë Ummul Qura, pra nona e gjithë qyteteve, vendbanimeve, baza, nona. Thot, pra gjitha vendbanimet e pasojnë atë, janë dekt saj, ajo është origjina. Ashtu siç ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Fatihan që është nona e Kuranit, për baza e Kuranit. Gjithashtu për veçorive është që personi dënohet atje edhe kur synon vendos me bë gjunafe edhe nëse nuk i bën. Pra është veçori për këtë vend. Atje po synove, var patë vendosmëri me bë gjunaf, dënohesh për këtë edhe nëse nuk e bën. Thotë Allahu xhallahu ala wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim. Gjithashtu, sepse diskutohet po mirë, po ku bëhet shija te ky vend.
si të shkruan këqijat në këtë vend? Diskutojnë dietarët. Dhe thot, po bën një të keqe atje, një e keqe të shkruan. Pra nuk shkruan shumë këqija, ama të shkruhet si e keqe më e madhe. Pra po bën një të keqe atje, një të keqe, ama nuk është e keqja këtu në Shqipëri si e keqe atje. Njëjtë gjë, po e bën atje është më e madhe, më e rëndë. E kuptuat? Prandaj thot, pra është kur ti boseje në haremin e Allahut, thot në atë vendin, pra dhe atje afër atje kjo është më e madhe nëse e bën një cep prej cepave të tokës. Pastaj ti jepi shembull këtu që ti të kuptosh. Thot është njësoj si ta kundërshtosh mbretin te pallati vet. Aty afër ti, thot se sa ta kundërshtosh thot në një cep mbretërisht ti, nuk është njësoj. Prandaj thot nuk është njësoj ai që kundërshton mbretin në pallati i tij afër atij me dikush që kundërshton mbretin thot në një cep mbretërisht ti. Gjithashtu ju kuptoni sekretin se pse ky vend i tërheq gjoksin dhe zemrat. Zemrat anojnë nga ky vend dhe duan shumë këtë vend. Pra, ky vend i tërheq zemrat më shumë se çfarë bën kush magneti thot me hekurin. Po ne hekurin kur vendon magnetin si tërheq direkte, thot ky vend i tërheq zemrat më shumë se çfarë bën magneti me hekurin. Thot, dhe për këtë arsye Allahu xhallahu ala ka lajmëruar që ka bën me thabeten linnas, pra që njerëzit kthehen her pas here, vite mbas vite dhe asnjëherë nuk ngopen. Sa më shumë e vizitojnë, aq më shumë i shtohet malli. Pastaj thot, sa janë vrarë për të arritur atje. Sa janë gabitur për të arritur atje. Sa janë plagosur për të arritur atje. Sa lekë është shpenzuar për të arritur atje. Sa njerëz ka vdekur për të arritur atje. Është kënaqur thot që robi të lej njerëzit e dashur, fëmijët e tij që i do fort, familjen e tij që e do fort, vatanin e tij që e do fort, i ka marr parasysh gjithë to frikra, gjithë to shkatrime për të shkuar tek ai vend. Prandaj thot dhe gjithë këto i bën me një kënaqësi të madhe dhe pra me një, si më thon, ka një kënaqësi shumë të madhe. E gjitha kjo është sekreti sa Allahu ja ka bashkangjitur këtë ndërtesë kujt pepesve. U tahir bejtje, pastroje shpinë time. Pastroje shpinë time. Herës tjetër me ndihmën e Allahut xhallahu ala flasim për disa këshilla që dietarët kanë dhënë para se personi të shkojnë haxh. Do mbështetemi kryesisht te libri i Sheikh Abadit dhe Sheikh Albanit. Allahu më shërof Sheikh Albani rujt Sheikh Abadit. Normal do lexojmë për dietarëve të tjerë për Sheikh Ibn Baz dhe Sheikh Uthayminit, porse si më thon këtu do përqendrohemi. Pra herës tjetër vazhdojmë me këshilla para haxhit, vlera haxhit dhe umrës, pra vazhdojmë me radhë, pra hym te çështjet e haxhit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.